Përshëndetje. Tema që do zhvilloj është performanca dhe motja e saj. Në sistemet kompjuterike, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet vlerësuar është performanca. Nuk mjafton që arkitektura të jetë avancuar në letër, ajo duhet të funksionojë shpejt në mënyrë efikaste dhe të përballojë ngarkesa reale. Pra, performanca tregon sa shpejt një kompjuter kryen detyrat, sa mirë përdor burimet, sa ngarkesë përballon dhe sa efikas është në energji. Pra, ma jep një pasqyrë të qartë nëse një sistem i avlen apo jo. Për të modhur performancën, përdoren disa tregues të ndryshëm dhe secili mot një aspekt specifik. Një prej tyre është MIPS. MIPS tregon sa instruksione mund të ekzekutoj procesori për sekond. Megjithatë, MIPS ka kufizime. Ai funksionon mirë për instruksionet të thjeshta, por nuk dallon kompleksitetin. Pra, qoftë se marrim një instruksion shumë të ndërlikuar dhe një i thjesht, ai llogarit njësoj. Për llogaritje më të rënda futet në lojë flops. Flops mod operacione me pikë lundruese, të cilat përdoren në fusha si shkenca, inteligjencë artificiale, simulime dhe çdo punë që kërkon shumë përpunime numerike. Për këtë arsye, flops është shumë i saktë kur punohet me llogaritje komplekse dhe MIPS përdoret për instruksione bazike. Një tjetër tregues shumë i rëndësishëm është CPI. CPI tregon sa ciklet e procesorit duhet për të ekzekutuar një instruksion. Sa më i vogël CPI, aq më efikas dhe më i shpejt konsiderohet procesori. CPI është shumë i vlefshëm sepse tregon qartë se ku humbet kohë gjatë ekzekutimit dhe ku mund të bëhen përmirësimet. Gjithashtu, kemi edhe përdorimin e këtyre macve. Një ndër më të përdorurat është flops. Flops zakonisht përdoret te kompjuteret super të fuqishëm, pra e përdoret rreth 70%. Pastaj kemi MIPS ku përdoret 20%, ndërsa CPU-ja përdoret 8%, ku këto dyja zakonisht përdoren te kompjuteret e thjeshtë. Ka kjo temë mësuam se performanca është vetë arkitektura. Faleminderit për vëmendje.